Një numër rekord pensionimesh pritet këtë vit në Greqi, pasi deri javën e kaluar ishin dorëzuar më shumë se 190.000 aplikime të reja në entin e përbashkët të sigurimeve shoqërore. Kjo shifër është pothuajse po aq sa gjithë vitit 2024 dhe 15.000 deri në 20.000 më shumë se në vitet 2019 dhe 2020 përkatësisht. Edhe në vitin 2021, vitin në të cilin janë dorëzuar më shumë aplikime deri më sot, 212.151, në fund të tetorit numri i tyre ishte 169.433, ndërsa në vitin 2022 ishin dorëzuar 179.849 aplikime gjatë periudhës janar-tetor, me vitin që u mbyll në total me 211.133 të pensionuar. Vlerësohet se gjatë nëntorit dhe dhjetorit 2025 do të dorëzohen mesatarisht rreth 18.000 aplikime në muaj, duke mbyllur vitin me pothuajse 220.000 aplikime. Ekspertët po monitorojnë procesin, duke ditur se drejtimi pozitiv i sigurimeve shoqërore të vendit nuk është në rrezik. Ky fenomen konsiderohet i pritshëm pasi bëhet fjalë për gjeneratën e pasluftës, të quajtur ndryshe baby boomer, të cilët tani po arrin moshën e pensionit. Rritja e aplikimeve pritet të ketë ndikim të konsiderueshëm në tregun e punës, duke krijuar bëshulloqe në disa sektor kryesor, si arsimi, shëndetësia dhe administrata publike. Autoritetet po shqyrtojnë masa për të mbështetur rekrutimin e të rinjve dhe për të siguruar transferimin e njohurive nga gjenerata e pasluftës tek punonjësit më të rinj. Sipas specialistëve, tendenca pritet të vazhdojë edhe për disa vite, duke reflektuar ndryshimet demografike dhe rritjen e moshës mesatare të popullsisë.